أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديت lartësimet madhrimet janë vetëm për Allahun te bareke ve teala. Zotin tonë falenderojmë për tij falë dhe udhëzim, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të begata mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin që e filluam në këtë muaj të begat. Fillimisht e lutim Allahun xhallahu ala që Allahu te bareke ve teala adhurimet tona të ketë bë kabull, e ditët që na kanë ngel edhe na kanë mbet, e në to shpresohet edhe me çën nata e Kadrit. E lutim Allahun që Allahu të na ruan shëndetin, motivin, takatin, që ti përfundojmë epilogjet tona me rizallëk të Allahut subhanahu ve teala. Prej kategorive të cilat janë pjesë e shoqërisë apo janë edhe cilësi e si cilit prej neve në rastet të caktuara e që bërbojmë palë të veçantë në raport me pejgamberin alayhi salatu wassalam, është edhe një kategori e cila quhet el mustafti, ai i cili kërkon fetva, ai i cili kërkon një sqarim, ai i cili kërkon një mendim juridik të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo kategori e njerëzve përbën një domodin pjesë të madhe shoqërisë tonë. Pra, si cili për njëve shpesh jemi në rolin e pyetësit, në rolin e ati cili kërkon këshill, kërkon diçka që t'i jepët sqarim apo shtjellim apo do një lloj brengë të cilën e mundon. Si sillej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me njerëzit që i vishin në rolin e pyetësit, kërkon të fetva, kërkon të në një ligj që t'ja shpjegon, kërkon të një ajet që t'ja shpjegon. Si sillej me këta njerëz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë, sidomos këtë kategori, se nga këtë kategori përbojmë ne vetë. Pra, cili pi juve nuk është kërkues i fetvas, krejt jeni kërkues të fetvas. Edhe në këtë rast edhe rreziku i dhënjes fetva pa ilm, pa dije në Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj fetvaja ka një pozitë të madhe në çështjen e muslimanëve. Njëri prej dietarëve të muslimanëve, Ibn Qayyim el-Jauziyje, e ka të shkruar një libër, 4 vëllime, e ka titulluar I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin. Ka fol për nënshkruesit në emër të Zotit të botrave. E ka quajtur muftin, ai i cili jep fetva në emër të Zotit, nënshkrues në emër të Allahu xhelel xhelalu. Në këtë libër ka folë shumë prej dispozitave dhe prej të cilët libër dhe do të marrim shumë prej fetvave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por neve ma shumë na intereson mënyra e dhënjes së fetvas, mënyra se si ja ka ofruar fetvan Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe laramaninë e pyetësve me laramani të pyetjeve. Në këtë libër thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, thot nëse pozicioni dhe posti i nënshkrimit në emër të kryetarëve të vendeve është me pozitë të lartë. Për shembull, para mendoj sa është e madhe dhe vëllezër, me e pas, domthon, cilën do shtet, qoftë musliman apo jo musliman, këtë njerëz të dinë se me ja dhan dekretin kryetarit dikujna, ai çka e nënshkruan ata dhe e vulos, thot, kjo është një pozitë kur kush se mohon. A ka dikush me dhan si lapsi jam, si vula jeme e dyqanit, si vula e kryeministit njësoj jam. Jo, sa jo vula atina ka mundësi, domthon, jep pozicione, ndahen ta buxhete, ndahen ta pasuri, apo si të musliman, si të jo musliman. Pra, thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, kur kush nuk e mohon se nënshkrimi në emër të kryetarit është e madhe. Nënshkrimi në emër të kryetarit është e madhe. Thot, dhe nuk ka në këtë dunja nënshkrim më të lartë se sa në emër të sultanit. Sepse në emër të sultanit vëllezër vritën njerëz, lirohen njerëz, ndahen poste, ndahen hake, ndahen të drejta.
Ai e ka ndorë çështjen e njerëzve. Thot, e si ka mundësi që të jetë e vogël tek njerëzit në nënshkrimin në emër të Zotit Tatin e Sultanave, Zotit të qiellit dhe tokës, i cili ka kriju këtë njerëzit. Pra Ibn Qayyim el-Juzeyri bën një lloj krahasimi. Nëse te ti ajo e madhe, para mendon për shembull njëri me mor lapsin, edhe me shkruajt një letër. Edhe me thon ta kum dhon ti në emër kryetarit, un po ta jap. Çka ndodh zot? Do të lashe. Si më e kuptu këta? A keni pa kur bën njerëzit fals? Fals në dokument. Çka bën njerëzit vëzër? Është domthon e ndoshkuar kjo punë. Një letër njoftim të vogël me e bë fals, është ndoshkuar. Një pasaport edhe më e ndoshkuar. Pse? Se me ta ti çarkullon. Me ja dhon dikujt lejen. Jo më dhon të po ta jap ti lejen për shembull, por me mu kam pilot. Me ja dhon leje fals. Edhe ai më shku me i me drejtue aeroplanin. Çka nëse zihet? Është punë e madhe. Më ja dhon dikujt lejen për mu kanë doktor. Veshu, që i japin shpesh fals apo me jarani e me doslok e ban korrupsionet vloja apo thot Ibn Qayyim el-Juzeyri. Atar thot, nëse është e madhe që të nënshkruash në emër të një të madhit për njerëzve, sa është e madhe me nënshkruajt në emrin Zotit njerëzve. A sa shpesh nënshkruajnë o vëllezërna? Halal o kjo, haram o kjo, farz o kjo, so farz kjo, këta e ki detyr, këta se ki detyr. Kjo vëllezër është me nënshkruajt në emrin të Allahut te bareke ve teala, na merr llogari Allahu xhelalu ala por çdo fjalë që kemi thënë. Nëse ne ngurojna një letër të vogël mi ia dhon dikujt pa kompetenca, si zngurojna dhe si nuk të rriqemi dhe si nuk friksohemi me dhon letra në emër të Zotit botrave. Mi u thon halal e ki, haram e ki, kjo e madhe. Andaj duhet me pas njëri kujdes. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri, është hak për si cilin njeri që e merë këtë pozit, e një idde uddetahu, që të përgaditët mirë për këtë pozit. Nuk o pozit e letë me folë në emën Zotit Gjeli Gjelalu. Apo nuk është pozit e letë me nëshkujt në emën të Allahu të bareke ve teala. Thot edhe është hak si cili që ka e merë pozicionin e muftijës, e hoxhës, e djetarit cili flet në emën Zotit dhe në emën pejgamberit alayhi salatu selam, që t'ja dije venit hakin. A din çfarë veni e ul? Veni o i madh, kur i thu dikujt, kë nuk do të thonë më ul vezën karikë vezën. Ti ka mundësi në shtëpi tane i thu dikujt halal o kjo, e ke marr venin. I thu haram o kjo, e ke marr venin. Nëse e din me bindje, s'ka problem, ama nëse s'ka dije dhe s'ka argumente për atë punë, kjo është çështje e madhsen dietare. Dhe pastaj ka fol shumë për argumente dhe ajete dhe hadithe sot, e ndalojnë të folurit pa dije për Allahun te bareke ve teala. Pejgamberi alayhi salatu wasallam si prijës i muftive, prijës i imamave, a i pari e ka njës këtë pun me lejnë Allahu të bareke ve teala dhe dërgimin e tina, ka nërë në Kur'an pyetjet shumë të që ja kanë bërë sahabët e i ka regjistru Allahu të bareke ve teala. Por shemë thëtë Allahu gjillu ala, yes'alunaka madha yunfiqun, të pysin çka me dhanë, çfarë pasurije me dhanë, si me dhanë sadakajnë. Thëtë Allahu gjillu ala jetë tjetër, yes'alunaka ani shahri haram, të pysin ty për muajin e shenjtë, kur është ndaluar luftra. Yes'alunaka anil khamri wal maisir, të pyesin ti o Muhammed për rakin, pyesin edhe për kumarën, me lut kumar. Gjithashtu thot Allahu xhelalu ala yes'alunaka anil yatama, të pyesin ti o, ai kuptoni, të pyesin. E kanë pyet shpesh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të pyesin ti për jetima, cili është haki i jetimit. Yes'alunaka anil mahid, të pyesin ti o Muhammed për ciklin e grave mujor. E kanë pyet për zakonet e grave. Wa yastaftunaka fi an-nisa, të pyesin për çështjen e grave. Yes'alunaka 'anil anfal, të pyesin ti o Muhammed për çështjen e plaçkës së luftës. Wa yes'alunaka 'an dhil qarnayn, e kanë pyet për dhul qarnayn. Apo dhul qarnayn ka qenë njëri prej njerëzve sa thut ka qenë perandor apo pejgamberi i cili ka pas pushtet të madh në mesin e njerëzve. Dhe gjithashtu kanë ardhur shumë pyetje sa kanë ardhur në Kur'an të drejtuara te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo çka argumenton vëllazër se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i pari në dhënien e fetvave. Andaj thotë Ibn Qayyim el-Juzeyri, nuk i lejohet muftis, hoxhës, dietarit dhe kurkujt pi njerëzve. Apo mos u shkojmë njëri thotë si lejohet muftis, po mu më lejohet. Kur thuhet si lejohet e hoxhës, fshinje veten krejt komplet.
si lejot as hoxhës, as dietarit që t'jep fetva në diçka që ka lidhje me Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pa e vet Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Apo sigur që na nuk ja japna dikujt lejen me fol në emën ton, as Allahu si jap leje kërkujna me fol në emën vet, posa se ka vet Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E si sillej pejgamberi alayhi salatu wasallam vezër me njerëz që vinin me pyet, kjo vezër është shumë temë e madhe, domthonë do të mundohem sa më shumë me sjell raste e domthonë me elan dobijen te ju vet. Domthonë do të sjellë shumë prej rasteve, do të adresoj vetëm pak që të përmendi sa më shumë raste e ju pastaj ti meditoni ato. Se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sillej me njerëz që vinin me lip fetva. Se kjo vëllezër është punë shumë e madhe. Shpesh vinë te njerëz, te ne njerëzit dhe lipin fetva. Shpesh nuk i përgjigjemi. Sikur nuk përgjigjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shpesh e vetshim për pyetje, pejgamberi nuk e di. Pras zbresë Allahu diçka. E pyetshim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për gjëra të cilat më e vlefshme, të cilat më e keqe, thonë nuk e di. Derisa të më kallzoi Allahu te bareke ve teala. E kjo është edebi i dietarit dhe atij i cili pyet, nuk ban mungut. Te na është një problematik shumë e madhe vëllazër, që duhet ta pastrojna sa më shpejt që mundemi. Një çast më përpara, cila ajo mos mendo që ka hoxh i diket. Me menu që ka hoxh, që i diket ka defekt me zimin tan. Mundesh me dal pi feje. Me menu si një hoxh, këti di ai. S'ka shka s'di, atëherë kjo rrezik në zonë buz të dalis pi fejes Allahu xhelel xhelalu. E kjo çka argumenton kjo pastaj ka edep. Cili është edepi? Hoxha si diket. Madje hoxha vëzër di shumë pak. Ai grumbi o xhallarëve e ban me mbajt fejen. Ama një hoxh me mbajt, s'ka mundsi. Një njeri që e ma fejen veç vet, o veç nja, ka dekaj. Sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salatu wasallam. Ai po. Nëse njëri thot, pejgamberi sa me ka ditë kit fejen, të vogël të madhe, po. Mas ati, as Ebu Bekri, as Umeri, as Uthmani, as Aliu. Nëse qëto se din kit fejen, si cëri një ka një vet, çka thu për hoxhën, çka ti e do, çka thu për hoxhën, çka ti e ndjek, se di ai ket. Madje dush me besu se gabon. E ki hak, vajib e ki me besu se ai gabon. Jo me janë ndjek gabimin. Jo me janë ndjek gabimin, po me besu që i gabon. Me besu që nuk i diket. Sepse Allahu xhelal nuk ja ka dhënë këtë kompetencë as kujna pos Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në atë që i ka takuar atina prej njerëzorës, jo në atë që i përket Allahu te bareke ve teala. Pejgamberi alaihi salatu wasallam shpesh përgjigjej për të njëjtat pyetje me xhevabe ndryshme, me përgjigje ndryshme. Dhe kjo dietar di gabon me shkruajt libra. Pse ka ardhur një njeri e tjetri e kanë vetë njëjtën pyetje, por sa nuk ka dhënë një xhevab. Dëgjoni për shembull. Tregon Abdullah ibn Mesudi, thotë ku pyet pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, cila vepër është më e mira? Cila vepër është më e mira? Më tha pejgamberi alaihi salatu wasalam, as-salatu ala miqatiha. Namazi në vaktin e vet. Çka më e mira? Namazi në vaktin e vet. Pastaj i thash, ja Rasulullah, thumma ayyu. Pastaj cila? Kjo e para. Pastaj cila vjen? Tha, thumma birrul walidain. Pastaj me i respektu prindërit. Dy prindërit. Kjo vepra më e mirë mas namazit. Tha, pastaj i thash, cila pastaj ja Rasulullah? Tha, el jihadu fi sabilillah. Lufta në rrugt të Allahut xhelle xhelalu. Jihadi në rrugt të Allahut te bareke ve teala. Ky ka qenë gjevabi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Ibn Mesudit. Namazi, prindi, lufta. Hadithi e Ebu Hurairës, tregon Ebu Huraira, thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë u pyet, cila vepra më e mirë? E njëjta pyetje. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, imanun billahi wa rasuli. Me i besu Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i tha pyetsi e pastaj cila mas kësajna? Tha lufta në rrugt të Allahu xhelel xhelal. Pastaj pyetsi i tha e cila pas kësajna? Tha një haxh i pranuar. S'ka më mirë se kjo. Apo e kjo çka i argumenton vëllazër? Se e ka, domthon pejgamberi nuk i është përgjigj si celit me të njëjtën xhavab në të njëjtën pyetje. Ndërsa nga Ebi Umame se ka arë se ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam njëjtën pyetje, cila vepra më e mirë? Çai ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, alayka bis-sawm fa innahu la idla lah.
i ka thënë alayhi salatu wassalam, përmbaju agjërimit se si vjen nga të kur gja agjërimit. Apo kur është pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam, cila vepër është më e dashur te Allahu xhelalu ala, çka ka thënë alayhi salatu wassalam, adwamuhu wa in qall. Ajo e cila është e vazhdueshme, qoftë edhe pak. Apo kjo është këtë cila më e mira. Kur është pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam, cila vepër në Islam më e mira, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ai çka muslimanët janë të qetë nga gjuha dhe dora e tij. Do të çetër gjavab. Apo e ka ardhur një tjetër i ka thënë, cila vepër është më e hajrit në Islam, i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ti ta ushesh të varfërin me ushim, ta jepsh selamin atë çka e nje edhe atë çka se nje. Këtu vëzëri kemi disa gjevabe për njëjtën pyetje. Njanit ja ka dhënë punën më të mirë, namazin vaktin e vet. Tjetrit ja ka dhënë imanin në Allahun dhe pejgamberin sa më puna më e mirë. Tjetrit i ka dhënë agjërimin, s'ka më agjërim. Tjetrit i ka dhënë e vazhdueshmja. Tjetrit i ka dhënë me ushit varfërin dhe me dhënë selam shumë. Si cilit mi dhënë selam, selamu alejkum, e një se një jebi selam. Apo e njef se njef jebi selam. Thot Ibn Hajar al-Asqalani dhe të tjerët nga ulemat, e gjejmë në këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pyetjen e njëjtë, gjevabin e ndryshëm. E tash cila më e mira? E këtu është vëllezër ajo pika tash plot pi muftive që japin te na fetva. Apo tash na po ja lexojna. Po me vetat para se me e një gjevabin. Cila më e mira tash? A namazi? A agjërimi? A imani? A selami? A e vazhdueshmja? Thot Ibn Hajar al-Asqalani, nuk ka kundërthënie në këto hadithe, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është përgjigjur si cilit njeri kur ka pyet cila vepër është më e mira, duke e kontrolluar hallin e pyetësit. Kur e ka pasë ky më të mirën mundet me e bë namazin vaktin e vet, ka thënë namazin vaktin e vet. Tjetri çka i ka thënë? Ka thënë ti maju agjërimit. Edhe për këta vlen namazin kohën e vet. Ama e ka pasë agjërimi është më e mira për këta. Apo thot Ibn Hajar al-Asqalani, e ka pa mangësinë e pyetësit. E ka pa për shembull, ka ardhur njëri ka thënë cila vepër më e mira. E ka pasë për shembull ki ka çrregullim në balancimin e vazhdueshmërisë. E bani pu pastaj se bani hiç. Pastaj e ban më vonë. E pensoj ka thënë pak e vazhdueshme, se ka defekt këta. Apo tjetri çka i ka thënë? Ka thënë jepi selam si cili çka e njeh, çka se njeh. Se e ka pasë këtu ka defekt. E tani cila më e mira? Cila më e mira? Ka thënë dietarë, është më e mira ajo të cilën njeriu është i mangët në ta. Për shembull, disa vepra janë të mira, më të mira se këta, sepse dietarët kanë thënë, s'ka kontradikt me këtyre dijave. Për shembull, kanë thënë namazin vaktin e vet, edhe imanin Allahu xhelalu ala, është e njëjta. Sepse s'falet ai çka s'beson. Apo, edhe ai çka beson, s'mund mos mu fal. Është ajo e njëjta. Namazi ta vërteton imanin, imani ta vërteton namazin. Për shembull, nëse njëri falet, ta zona falë namaz. Edhe vetë njëri thotë, "Por çka falë?" Ku e di bëj pash aty? S'ka si ban dobi namazit. Patjetër është me besu, apo. Nëse njëri falet, thotë s'du ma agjëruan. S'ka mundsi, kjo është. Ata janë të ndërlidhur njëra me tjetrën. Nëse njëri thotë, "U fala sot mos falna." Jo, vazhdo. Apo tjetri thotë, "Unë si jap selam kërkujna." Jo, dush mi dhon selam. Dush mi dhon selam njerëzve. Muslimanët dush mi dhon selam. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i përgjigjej hallëve të pyetësve, atyre që kërkonin fetva, varësisht nga laramania, nga ndryshueshmëria e hallëve të tyre. E pse nuk ja u dha këtë një gjevap? Sepse nuk ishin këtë të njëjtë. Nuk ishin këtë të njëjtë. Këtu vëllezër ka shumë mësime. Këtu i kemi 5 hadithe. Sahih Buhari, Sahih Muslim, Sahih Nesaiut. Vëllezër kemi shumë dobi. Mirë po, domthon ajo që duhet ta kemi parasysh që vëllezër, sepse fetfaja e ran. Jo si cilët i jepet njëjta fetva. Jo si cilët i jepet e njëjta fetva. Andaj Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, djali i Haxhit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hini një njeri në xhami. Kjo vëzër argumenton se Abdullah ibn Abbas është shkolluar në shkollën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe nuk ka pa kontradikt mi dhon disa xhevabe. Disa xhevabe. Njëri thotë, "Ki hoxha har thotë çështu, har çështu."
Ja s'ka mundsi. Ndryshon halli i pyetsit. Edhe njëri te Ibn Abasi dhe i tha: "O hoxh, Abdullah ibn Abasi, a e fal Allah i vrasjen?" Tha: "Po, e fal." E fal, tha, bën tobe. Edhe i tha: "A ki nënën gjallë?" Tha: "Jo." Tha: "A e ki tezën gjallë?" Tha: "Po." Tha: "Kyre tezën, sepse është në vendin e nanës." Edhe tha: "Jep shumë sadaka." Apo, edhe një tjetër, një të pyetje ja boni. Tha: "O hoxh, Ibn Abasi, djali i Haxhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tha e fal Allah i me vra njerin pa hak?" Tha: "Ja se fal." Nuk e fal. A nuk e fal? Nuk e fal. Edhe dul. Nxënësat e përcjellnin. Njëri t'ja fal, që ti t'sa fal. A ja fal as ja fal? Apo e i than: "O hoxh Ibn Abbasit, a ja fal? As ja fal vrasjen pa hak?" Çka i tha Ibn Abasi? Po tha: "Ju a nuk e pat këtë ditin se ish bë hazër me vra dikana?" Dallon gjendja. A e kish vra dikan, u ka krymo, ka ardh akti krym, a ta fal Allah, ka zgjidhje. E ke krymo. Ky ka ardh me thik në dorë, me shpatë në dorë, do me vra dikan. A e fal Allah, s'ta fal. Pse? Ta nale, apo. Andaj dallon njëri kur vjen për shembull te hoxha. Ti e vet një pyetje. Për shembull, njëri jo ngatrum kamat. A e fal hoxha Allah i kamatën, du me dal pi kamatës? E fal. Dil pi kamatës, pendohu, pastroju. E fal Allahu xhelalu ala. Njëri thot: "Hoxha bismillah, du me shku apo me mor kredit." A ta fal? S'ta fal. Që s'ta fal më? Po s'ta fal. Se ti ka mundësi des e së në vjen me vetë, a ta fal, a s'ta fal. Apo, andaj këto momente i shfryzon i dishmi, i shfryzon i urti, i shfryzon të i pari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj njëri tha ndryshe, tjetri tha ndryshe, pa pas kontradikt dhe kundërthënie mes këtyre pyetjeve dhe gjevabëve. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam kur pyetej për cila është lufta më e mirë, i ndryshon të gjevabët në varësi të ndryshimit të pyetjeve. Nga Abdullah ibn Hubshi al-Khatami thot edhe e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cila luftë është më e mira? Cila luftë është më e mira? I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai i cili lufton paganët me parët e veta edhe me trupin e vet. Ndërsa kur e ka pyet Aisha, i ka thënë: "Ja Rasulullah, ka thënë ne peshohemi se vepra më e mirë është lufta rrugt Allahu xhelalu ala." Ka thënë: "E pse neve s'po na thu me dal gra, me dal me luftu me tyje?" I tha pejgamberi alayhi salatu wasallam: "Jo." Ka thënë: "Më e mira luftë, lakin afdal al-jihadi, jihadi më i mirë ka thënë për juve është një hax i pranuar." Se Aisha është ka pa. Se herë që ka ardhur njerëz që kanë pyetur Rasulullah cila vepra më e mirë, mrena pyetjeve ka qenë lufta rrugt Allahu xhelalu xhelal. Lufta rrugt Allahu xhelalu fiula. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur u shpyet domon për luftën nga ana e grave, ka thënë: "S'kan luftë ato. Lufta e tyre është haxhi dhe umra." Lufta e tyre është haxhi dhe umra. Se ka ndryshuar gjevabi vëllazër, se ka ndryshuar njëri. Ka ar burrë e ka vet, i ka thënë kështu. Ka ar gruaja e ka vet, ka thënë jo. Jo, ti jo. Ti luft jo, ti hax. Ka ar tjetër nga Tariq ibn Shihabi, se një njeri ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka nuk kamën kalit hype për munis luft. Edhe i ka thënë: "Ja Rasulullah, cila luftë më e mira?" Hazër, i hip tu hip në kali. E ka nuhe kamën në Ghirz, atë venin ku nohet kama vjekza e devës edhe kalit për me hip. I ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Kelimatu haqqin inda sultanin jairin." Shikoj kur ndryshon, domthon, tash sikur ki hazër për me bëj atë punë, ka thënë cila puna më e madhe? Sikur që kjo shkem të bëhona më e mira. E i tha për mësam, e gjihadi tha më i mirë është mi a thanë krijetarit në si hakin. Që kjo më ja thu e sultanit, parandorit, zullumqar, ja thu hakin ftyr. Ka ardhur transmetime tjera e ai dvret. Që kjo është sultani. Që kjo është gjihadi më i mirë. Andaj pejgamberi sa hadith tjetër ka thënë, dy janë shahidat më të mëdhej. I pari Hamza, mija i vet, radiallahu an. Dhe i dyti ka thënë një njeri e thirr sultani. E thirr pyetje. Edhe e vet. Ai është zullumqar. E kia ja thot fjalën hakën si. Po ti je zullumqar. Ti ke bërë sta zullum, ti ke bërë drejt, edhe ai e vret. Ka thënë pejgamberi sa që të dy janë shahidat më të mëdhenj në botë.
Se vëzëm ja thonë një hakin njerin si jo sultanit, ka njëherë gjallitansën ja thue, ka njëherë babëstansën ja thue. Pse? Se dalin probleme. Apo tha për mësam që to janë zotnit e shahidave. Hamza edhe një njeri shkon të sultani, ja thot vërtetën, a je vret. Kjo punë e madhe, kjo punë e madhe me të mbajt zemra. Që ku shku shokët e pejgamberit të sellem te Romak e te Persian, e kanë hi ati mrena, o ditë sa kanë punë e madhe ajo. Ka thonë, kush jeni ju? A jena musliman. Ka thonë, për shka keni ardhë me ju nxjerr pi karrikës? Hajë thujti, jo edhe sultanit, administratorit. Ti e ki pa hak vash këtë vend. Ti i ngelafsh për këtë punë, se ki këtë vend me hak. Po ti une i kam 20 njerëz i thot. Punë e ranë mi thonë dikujt. Njani shka i zhyt në kamat, mi thonë, gabim e ki, Allah, harama këtë punë. Thuj ati shka banë zina, i thonë, harama, Allah. Pira ki, thuj, harama, Allah, harama. Nëse ajtë banë ti zullum pastaj, ka thonë me mësam, kjo është një ndër shehidllëkët më të mira, edhe pse ka ardhur për kryetari i cili ka kuvet për me ekzekutue. Kjo ka qenë nga tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E shpesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u shpyt për veprat që më shpejt fusin xhenet. Sahabët nuk e kanë pas gale çish vesna. Çfarë pemë ka hëngur Ademi, siklet i madh. Çfarë kuaj ka pas Sulejmani kur i ka prej, siklet i madh i njerëzve. Apo e thirë hoxhën 3 natës, o gjithë çto e patna e kena çtu një muhabet. Që tu kam çajtore tonet, thash vetëm, a moll ka anga, çka ka anga Ademi? Olla po 3 ora me valla. 3 ora. E vet në 3 natës hoxhën çka? Se çtu sunet e dana këtë mesele. Rreve valla leja të mesele, vet diçka më të mirë. Nëse ki diçka sikletshme, çish me inxhenat po. Ka dek në një rast apo o smudi kush, s'ka problem. Ama në 2 natës, 3 natës e thirr, edhe ti kur thu, a qetri thirr, hoxha veç deshta me tenizanin. 3 natës me valla. 3 natës nuk thirret me tenizanin. Thirrën ti më një apo e kështu me radhë. Andaj shiko, sahabët nuk kanë pyetje. Andaj thot Enes ibn Malik, sa shumë kish mi qef dvenë një njeri meqëm, se na e kena pas dalume me pyet. Allahu ka zbrit ajete, mos vetni, mos e ngushtoni për mësa me pyetje. Sahabët s'kan vetë shumë pyetje. Da e rallë dhe njerë, qysh me inxhenat ja Rasulullah? Ka thonë, shpesh kena pas qef, se nomadët, nesër e kemi me nomad me lejnë Allahu të bare kjo të me ata arab të shkretinës. Thot kish mi qef dvenë në njani me vetë, sa ta vetë shimë, ama dvetë e taman diqka. Dhe ka arë njeri ka thonë, ja Rasulullah kanë e kam babë. Filanin e ki babë. O këri, pyetje, qka ba më dobi uneve? Qka kam unë dobi si ti ke vetë, pejga mësëm, qfar kanë e ki babë? Tamam. Andaj, thot, nga Ebi Ejub el-Ensariju, thot një njeri ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, cila vepër më bën banor xhenetit, më fut në xhenet? I ka thonë, ato njerëz kanë thonë, malehu, pse be vetë kështu? Pse e ngushton pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Pra punoni mos vetë tash, ai ka kallzuki, cilat janë veprat. Atëri ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, arabun malehu. Pra lej se mirë ka vetë. Mos ju sa mirë ka vetë, i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Pastaj ka thonë, ta adhurosh Allahun pa i bosh shirk atij. Kjo është vepra e parë në xhenet. Ta adhurosh Allahun pa i shoqëruar ortak, pa ja bë doni put as zemër as jashtë. Pastaj ka thënë, wa tuqimus salat, ta falësh namazin, wa tu'tiyez zakat, dhe ta japësh zakatin, wa tasilur rahim, dhe ti mash lidhjet farefistore. Çka fut xhenet. Vëzë thon Sheikhul Islam Taymija, që kjo është nga bazat e fejes Allahu xhelalu ki hadithi. Që kjo hadith është nga bazat e haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mos i bash Allahut shok. Ta falësh namazin, ta japësh zakatin, ti mbash lidhjet farefistore. Këtë feja që të sinot. Allahu, namazi, zakati, familja. Allahu se o Zot i botrave, namazi lidhja me Zotin, zakati social, apo socializmi, komunizmi, demokracia, këto laicitetet këtë janë të munu, ka zakati musil. Me mor pare, me dhon pare. S'ka diçka tjetër aty. E Allahu që e ka po zakatin. Edhe këtë kjo shka sinon me majtë familje. A del diçka qësar? A del diçka pi familjes? A del diçka pi shoqërijës? A del diçka pi lidhës me Zotin? Jo. Këto ka thonë, janë veprat sët fusin në xhenem, në xhenet, edhe trujnë nga xhenemi Allahut te bareke ve teala. Ndërsa kur e ka pyet Muadhi ibn Jabeli, ja ka dhënë një jawab tjetër. Ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një jawab përgjigje tjetër. Thot Muadhi ibn Jabeli, ishmi me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thot edhe
e pyeta pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, çka mban me hyrë në xhennet edhe me mbrojt prej zjarrit. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, laqad sa'altani an adhim. Më ke vetë diçka shumë të madhe. Pse si ka thonë shtit pari shumë të madhe? Kanë thënë dietarët se dikujt më thon shumë e madhe se kupton. E Muadh ibn Jabal kon alim, që e kupton, që ta transmetohet te njerëzit e tjerë se kjo punë e madhe. Ka thonë ke vetë pyetje të madhe. Andaj thotë Ibn Hajar al-Asqalani, shpesh muftia, hoxha, kur të vëse dikush pyetje, para se më ia dhon xhevabin, njëri ka thosë se kjo punë e madhe. Se ka shpesh njëri ka ajo të vetë për punë të madhe, ama sikur tu pi çaj. Jo sikur diçka për vetë të lehtë, apo për shembull vetë për namazin. Ama tonacioni, o demek, ama hini ju në xhenet pa namaz, hini ja. Çka kjo punë kjo? Allah këta. Po namazi do vetë Allah. Apo vetë për zeqat, çysha shpejt e shpejt, s'ka shpejt e shpejt. Ka dalë. Andaj janë te Imam Maliku dhe i tha o hoxh, e kam një pyetje të lehtë. Tha s'ka të na të lehta. Po tha të lehtë, tha jam të vetë për misfakin. Po tha s'ka të lehta të na. Tha çish s'ka të lehta. Po tha xhevabi janë Iran. Misfaki i lehtë, ama xhevabi për misfakin e Iran. Çish me të kallzuën e pa dije. Po për me tu përgjigj, aran. Andaj kur e vetën Imam Ahmedin, cilën meselet ka ranu gjatë studimit tanë që kemë su për fe, shiko, tash me vetët i një hoqë, kanë dush, kanë e ki hoqë nga të zemrës. Vetë thuj, cila meselet ka ranu mas shumë ti. Zakonisht njëri thot, dë një namaz, zeqat, lufta, jo. Ahmedi tha, më kalodhë meselja e grave të zakoneve. Nën vjetë menzi se e ku mësue. Zakoneve, shka ju vinë grave. Lehonia, mujorët, cikli. Ka thonë, pse o hoqë? Nën vjetë e ku mësu. Nën vjetë, dhe zërë e ka mësu ciklin e grave. Në një thotë, po cikl grave? E ngoj e shka tha Imam Ahmedi. Dhe po ajo tha, kur e ka ciklin, du të me lanë namazin edhe agjerimin. Pasaj me kompenzu. Kura lehon, me lanë namazin, pasaj me kompenzu. Shka kompenzon, e shka s'kompenzon. E shpesh ju shregullohet atin. E ka zakonin, ju vjen jashtë zakonit. E tash ai thot, o hoxh, a mu fal, a mos mu fal? Mi thon mu fal, nëse është e papastër, çu gjithu papastër mu fal. Mirë, nëse ajo pastru, çu gjithu mos u fal, tu kanë e pastër. Nga se nuk lejohet me menstruacionin mu fal. Po nuk lejohet kur sikimi menstruacionit mos mu fal. Po çish mi thon, a hena dil? Tham kalodh si kjo mesela. 9 vjet e ku mësua. Njëri thot, a besë kjo punë e lehta. Po hajde dhe jep fatvaja. Jep fatvaja. Sabër, andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka i tha Muadhit kur i tha, ja Rasulullah, po du me i në xhenet, ka dhëmë cila vepër, edhe të mbruje pi zjarrit. Tha, ke vetë punë të madhe. Tha, kjo është e lehtë, veç kusht Allahut ja bën të lehtë. Allahu na e bën të lehtë veprat e xhenetit ja Rabbul Alamin. Ka thënë, kjo është e lehtë, veç Allahu ja lehtëson. Ka thënë, e adhuron Allahun pa i bërë shirk. Një. Ç'kjo vepra që fut xhenet. Pastaj ka thënë, e fal namazin, e jep zakatin, e agjeron Ramazanin, edhe e ban haxhin, shtillat e Islamit. I është përgjigj Muadh ibn Jabal. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë, o Muadh, atë kallzoj për dyrt e hajrit, me të lehtësu. Atë të lehtësoj. Ka thënë, es-sawmu junne, agjërimi është prazmore. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, s'ka si agjërimi në përmbledhjen e veprave të mira. Jo veç agjërimin vetveti. Për shembull, se për mësam që i ka thonë, atë kallzoj të ta lehtësoj. Rana kjo punë, veç Allah i ku ja lehtëson. Ka thonë, maju agjërimit, se kjo në prazmore. E tash, ne e përmendëm, për sërisim. Allah thot, ja ku mba farz agjërimin me ja u lehtësu dyrt e xhenetit. E që ishme me na lehtësue? Po shikoti, sa vepra ti ban në agjërim. Vallaj, si të vene bajrami, me të lidh, me litarzven. Hajde me falë taravi? Ja, hoxha, u krija ja, shkoj Ramazani tjetër. E pse? Se tash i agjerushëm. Tu kanë tha kanalët e epsheve, tu kanë tha kanalët e dëshirave. Edhe ki dëshirë mu falë, ki dëshirë me përmenë Allahun, dhvjen ideja për me, bo veprat mira, apo? Kur t'ja nis mi bashke, me hangër që i s'duhet, e me pisa s'duhet, e pastaj qka menojna? Gjumin, epshet, televizonin, Allah na përmisov të gjithë dhe ja Rabbel Alemin. Qka i tha për nësëm? Ma ju agjerimit, ki të mledh, apo? Pastaj i tha, sadakaja
e shuan idhrimin, e shuan gabimin, sikur që e shuan ujë zjarin. Jep sadaka shumë. Sadakaja e shuan hidhrimin Allahu xhelalu ala. Kur t'jep sadaka, Allahu xhelalu e do sadakaja shumë. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe namazi njeriu në errësirën e natës. Kjo të ndihmon shumë. Krap lezër faktikisht na se përdorna, veç Ramazan. Është mirë edhe njëherë natën mu quhe, mi fal veç 2 recate. Domethënë mi fal shumë, 2 recate. Me pa që Allahu xhelalu ti po do më urujt pi xhenemit. A ki pa vllah ti kur ki zor? Se ta kupton shka namazin natës. A ki pa kur ki zor? Ki smuja diçka, ki hall të madh. Nuk thu çish me thirrve këtë mikin se von. Zor ki Allah. E thirr mjekun 3 sabah. O vlla kam zor me vlla. E thirr dikan që ki zor, po a ka mundësi me makri zorin? E ai kur ta thish 3 natës, e kupton çka kupton? Vallai zor paska. E kur ti qohesh natën, e thu ja Rab, falem. Po çiki paska zor. Le të pështoje. Shiko, ama ja le të pështoje, a ki pa disa, falem o Zot, si dush me më fal. Po nuk të fal ashtu. Andaj tha, përmbaju namazit të natës. Pastaj i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha o Muadh, atë kallzoj për kokën e krejt çështjes. Ku mahet këtë çështja dhe shtylla e saj dhe lartësia e saj. Tha po ja Rasulullah, gjithsesi kallzon. Tha pejgamberi alayhis salam, koka e kësaj çështje është Islami. Kena ardhur dunja për Islam. Shtylla e kësaj feje namazi. Koka o Islami, shtylla o namazi. Ka thonë, dhe maja e kësaj feje o lufta rrugt të Allahu xhelalu ala. Nuk lufton në rrugt të Allahu xhelalu, po sa i cili emrin majën e Islamit. Pastaj ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, a do me të kallzu o Muadh, çish mirujt këtë vepra. Është kallzova çish me punu, ama ti ka mundësi e ki atë kazanin enën e grist. Gjun vepra shkojnë poshtë ato. Tha, a do me të kallzu bimilaki dhalike kulli, çish mirujt. Se ti mundesh me va, është na kena xhuruar. E çish mirujt agjërimin, çish mirujt namazin, çish mirujt taravijën. Tha, a do me të kallzu në çto vepra çka i ban, çish ruan. Tha, gjithsesi ja Rasulullah, ja Nabi Allah, o pejgamberi Allah. Shikon vëzë, ja ka kap gjuhën. E ka nxjerr gjuhën e Muadhit, ja ka kap. Ka thonë, kuffa alejke hadha, ruje që ta. Shiko dhe zërë, këtë veprat, Islam, namaz, agjërim, luft, sadaka, a do mirujt? A kush do mirujt, o dhe zërë? Cëlli pineve thot, lejbe parë që ati ku të munësh. Jo, vë, thot, ka dale ki, ishti në bank, e i thot, a e shkujt e mirë. Apo, ishti agje 100 arka, e me qelsa, apo, e ja jep një njëri qelsin e qëtëri, apo, a kini po njësë që shimojnë parë dhe zërë? A qëtëri veç e ma dorën këtu mos t'i hupe. Kini po plot njëse kanë vezvese, e ma dorën të zemra, e këshirë, mira puna. A ti ka, në regull është, parë t'i ki, apo, a ke këshirë të njerë, e ju fala be vla. Mos shkoj be huq kjo punë. Pejgamberi s.a.s. ka ardhur transmetime se disa njerëzve ja u merr veprat e mira, ja u bën si leçka, pa çavër, edhe ja gjunftir. Do të duhet kjo mua. Na e dim çka ka ato vepra. Apo, tha, do mirujt veprat? Shiko, njëri falet, agjeron, lutet, ban luft, a me i hu veprat. Tha, ja mur gjuhën. Tha, ruje këtë. Mos fol çka s'duhet se ti merr Allahu veprat. Pastaj i tha, o pejgamberi Allahut, a edhe për gjuhën mirë me llogaria? A edhe për gjuhën mirë me llogaria? I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thakilet ke ummuk. I humsh nanës. Arabët e kanë bërë kështu. Inshallah nana të hub, së ngjen. Kjo është për gdhelje, jo për çortim. Ka thonë, o Muadh, çoki vet. Alim. O Muadh, ka thonë, po njerëzit me ftyrat e veta, çish gjuhën zardh? Dhe kjo vëzër, prej argumenteve se në zjarë njëri gjuhët me ftyrë. Kështu mirët. Me kam edhe shlohën në zjarë. Allahu në rujpi zjarë i gjenimit, ja Rabbil Alamin. Kjo është për përçmim, për në bërbuzje. Apo, saj balin se ka dhënë Allahu gjelluara, e tash Allahu qatë balin ja merë edhe e poshtërson. Ka thënë, o Muadh, po njerëzit në zjarë me ftyra, çish gjuhën? Çish hinë në zjarë? Pos nga të korurat e gjuhëve të tëre. Kjo është hadithi madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj shikosh që i tha Muadhit, që kjo është
mos mi bëj Allahu shirk, me fal namazin, me dhon zakatin, me xhur Ramazanin, edhe me bëj hax. Pastaj ka thënë çish muni mu, pastaj ka thënë për shtyllat, për bazën, për lartësinë, pastaj më e rëndësishme që neve na duhet shpaq vëzë. Wallahi sa namazi mund të na shku hoç, për një gjungë që ne ke majt, për një status që ai ka shkruar në Facebook, apo sunneta pa e shajt hoxha. Sunneta pa e shajta, o hin xhenem. Hin xhenem se ka gale kur kush për ti, apo shikoj vetë sa njerëz i kanë dek. A ki gale për ata? Baba i ka dek njerët, ka harrua. Agje i ka dek, ka harrua. Nana i ka dek, ka harrua. Wallahi na gjun Allahu në xhenem, Zoti na rujt. Ku kena me kajt? Ku i kena mi thon? Mi thon Allahut me na nxjerr. Apo andaj tha ruje ket, mbaje gjuhën e muadhi u çudit. Kjo ka qenë për gjavabet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Dherri kur e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të njëjtën pyetje, ja ka dhënë një gjavab tjetër. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Dherri, ja Rasulullah, cila vepër është më e mira që të fund xhenet? I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imanin Allahun dhe lufta në rrugt të tij. Pastaj i thash, ja Rasulullah, cilat nga argatët kur ti lirojsh është më i miri te Allahu xhelalu ala, sepse pejgamberi i ka nxit shumë argat mi liru, leje, shloje për hir të Zotit xhelalu xhelal. Dhe ka zbita jetë. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri dhe më çmim. Apo kur të jep sadakajën, çka tha Allahu xhelalu ala? Wala tayammamul khabitha. Mos i jepni sadaka pini tesh që ka se bati, merr Allah. Apo ja bare. Shko ble një special dhe jep ja fukarajës. Tha pejgamberi sa aktharuha thamana, ajo çka ka çmim, çka sadakaja më e mirë. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, çes muj me baune? Çes muj me ba? Dhe këtu Ebu Dherri vëllazër e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për mundësitë dhe rrethanat që ndryshojnë. Për shembull, ka mundësi tash muj me bë këta. Po çka vjen një ditë s'u baj? Ç'u ne baj? I ka thonë sa, ja Rasulullah, nëse nuk muj, atëri ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa. I ka thonë pejgamberi, një moj e dikan çka të bën mirë. Nëse mundesh. Apo ka thonë udhzoje atë çka s'di. S'kish ka me bë, udhzoje dikan. Shko diku çka të bë hajër, thoya muj me të nimuve valla. Se s'ka mundesh ka me dhon. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, çes muja se ta, asni një moj kërku, hiç me kur gjosën mbaj. Pejgamberi ka pas javabe do këta. I ka thonë te kuffe sharraka anin nas. Na le sherrin pi njerëzve. Çka kaç? Ma po se çka s'ka. Njëri thot pi neve, o xho kur gjosën mbaj unë. Ka plot. Hiç, veç namazin kur gjatë të s'mbaj. A muj me pështu, mundesh me një sharr. Mos ban sharr. Mos ban sharr. Sharr mos ban. Mos i ban njerëzve keq. Mos i akuzon njerëzit, mos i lëndon njerëzit, mos i ranon njerëzit. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse kjo të llogaritet tyje sadaka. Kjo të llogaritet tyje sadaka. Ndërsa kur ka ardhur Ebi Shuraihi edhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cila vepër mban pe xhenetlive ja Rasulullah, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tibul kalami wa badlu salami wa it'amu at'ami. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjala e mirë, dhënia e selamit, ushqimi i të varfërve. Me dhon ushqim. Pse ka ndryshuar gjevabin? Se ka ndryshuar njëri. Nësa kur ka ardhur Ebu Berzet el-Eslemiu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë ja Rasulullah, çish me xhennet? Shikoj një të pyetje. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amitil adha anit tariq an tariqin nas fa huwa laka sadaqa. Ka thënë largoje pengesën prej udhës, se kjo për ty është sadaka. E me gjujt pengesën? Me largu sadaka, e me mnu o gjuna. Është mëkat te Allahu te bareke ve teala. Këto vëzër, pse i ka thënë pejgamberi të ndryshme? Sepse kanë qenë të ndryshëm pyetësit. Njëri i ka thënë ndryshe, tjetri i ka thënë ndryshe. Për cilat vepra? Për të njëjtat vepra që të bën njërin banor të xhenetit. Elusim Allahu që Allahu na bën prej banorëve të xhenetit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kanë ardhur dhe e kanë pyet, mi u dhan vasijet, këshill. Ka ardhur nga Abi Huraira radhiyallahu an, hadith sahih Buhari, se një njeri i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, leman yamanat, ausini, leman yamanat ta kam pyetje. Sa herë ta kam më ka lënë pejgamberi sa amanet. Kjo punë e madhe, pyetje e madhe. I ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la taghdab. Mos u idhno. Mos u zemro, mos u inatos. Ki ka menduar se jo vetë diçka më të madhe. Ka thënë ja Rasulullah, leman amanet. I ka thënë përzitje sa mos u idhno. Ai prap përshteti ka thënë ja Rasulullah, leman amanet. Ka thënë mos u idhno. Çka? I ka thënë mos u idhno. Ka ardhur një tjetër.
nga Abu Huraira. Thot erdhi njëri dhe i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "Ya Rasulullah, jam të mor udhë, ma lëni amanet. Ma janë një fjalë testament. Ta kam pyetje." I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Alayka bit taqwallah, përmbaju devotshmërisë ndaj Allahut, tut ju Allahut. Wa takbira ala kulli sharafin." Edhe sa herë që të mërish në alt, bën takbir. Apo ka qenë zakon i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse e dini në arabi kush ka qenë, apo në të kaluara me deve kanë ecë me kuaj, kur ka hip në alt godër, pejgamberi ka bë takbir. Apo ka bë takbir. Edhe kur ka zbrit, kanë bë tasbih. E kanë madhru Allahun te bareke wa taala. E i ka thonë tutju Allahut se i të mor udh, edhe ban tekbir xher që i dikon nalt. Pse më bë tekbir? Se ti kur të hipsh nalt do këtë vetja nalt, apo ka thonë thuj Allahu akbar, Allahu më i madh. Kur ti doni pozit, e marr doni pozit, apo kjo vlen edhe për pozitat që njerëzit i kanë. I njëri dikon nalt, kujton se pala sa shef i madh, apo Allahu akbar, Allahu më i madh se ti. Andaj ka thonë mos haro se Allahu xhelu ala është më nalt se ti. Gjithashtu kur ka ardhur një njeri tjetër te pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe i ka thonë ja Rasulullah, nga Selim ibn Jabir el-Hujaymi, i ka thonë ja Rasulullah, ma jepni vasiet, ma jepni testament, më këshillo diçka që ta moj amanet prej tyje ja Rasulullah. I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: tut ju Allahut, kini frikë Allahut. Pastaj ka thonë mos i nënçmo veprat e vogla. Kitë vëzër këto e ka matë me pycin, e ka këshirë kuj ka defektin, që t'ja ka thonë. Ka thonë tut ju Allahut, mos i nënçmo veprat e vogla. Qoft edhe minimu dikujt me mush ujnë kofe. Së nënçmo një moj dikujt me mush ujnë. Ka qene e zakonshme në atë ko. Ka thonë edhe kur ti folsh gjdo vllavit tanë, foli me ftyrë qelë. Apo? Shikoni vëzër, ka qenë nga familja el-Hujaymi. Arab, ja u përmena në fillim të ligjeratave se Arab kërja ka nu vëzër emnat familjarve, njëzve, djemve të vetë, e ka nu për shemull, e ka nu emnin Eran, Abus, apo Abbas, e ka nu për shemull emnin Hazen, Iran, ftyrmrollur, trishtus, Gjahim, Gjehenem. Mëse Gjehenem vëzër që të me thonë, që shka kur ta këshysh tu, që ka i bje Gjehenem? Gjehenem i bje kur ta këshysh një ftyr tut. Apo e pejgamberi sikur e ka pa që ky domodin mrolat i ka shlut gatat, ka thonë kur ti folsh njerëzve çelu pak. Apo çelu, se kanë obligim njerëz të më mbajt çerrat e tua. Se kanë obligim, apo tha kur të folsh me vllavin tan çelu pak. Pastaj i tha pejgamberi alayhis salam, ke kujdes nga zgjatja e petkut të teshave. Arab dhe zërë këtu kur jemi të teshat, nga se i ka thonë me mësam, sepse kjo është prej mendjemadhësisë, të se nuk e donë Allahu xhelalu. Ne e dim se është sunet i pejgamberit sallallahu me shkurtu petkun, pantallonat që i vesh, me qenë mbi zok, jo nër zok. Apo është e njohur. Mirë, po dietarët e muslimanëve kanë thënë, kjo me shart që të jetë për mendjemadhësisë. Nëse nuk e bën për mendjemadhësisë, atëherë nuk është prej gjunaheve. Nga se përmësëm ka thonë, kujdes nga lëshimi i petkut. Arabët dhe zërë, kur kanë qenë krijetar, edhe për me ka dhu se jo krijetar, atë gjybën shka e ka vesh, edhe një 5-6 metra e ka shlu mas, që të hece me ta, sepse e ka parfumoz dhe zërë. Kur ka hece udhës, ajo e ka bo edhe udhën me parfem. Apo, andë e ka mbo stradit, që kur i lëshojnë petkat, andë e ka ardhe bu Bekër Sidiku, kur e ka nikit adith, i kanë rap petko ma poshtë. Ka thonë, ja Rasulullah, hadithi për petkat, po mu po mbinja Rasulullah. Çka i ka thonë pejgamberi sallallahu? Ka thonë, jo Sidik, jo Abu Bakr, ti se ban pi kibrit. A dhe Sheikhul Islam Taymija është me kru e pa pëlqyer. E nëse në një vend nuk llogaritet lëshimi i petkut për me një mallësi, a është prej sunetit? Ka polemik të ulemat, mirë po më e vërteta është që nuk llogaritet për gjunaheve. Sepse një popull, për shembull Tena nuk i lëshojna pantollët për mu ka du që nëna kryetar. Jo, në e kena të kravata. Apo? Dhe që livrit shtu. Edhe kena me Mercedes ka 500.000 euro, ta blokon gjadën. E kjo për me në malsijës. E ti si dush ma i qkurta sa dush pantollonë. Apo? Kibrin largoj Allah. Kibrin, apo? Ne kapim vëzë për formalitete. Që të formalitete? Por shemë vëzë, qka nëse ti e shkurton petkun, ama kibrin e kim qilë, ti të kujton që të pantollat pështona? Allah me pantollë me mashtrua. Hasha wa kella. S'mashtrohet Allah me pantollë. Nuk mashtrohet Allahu xhelal me pantollë.
Andaj i tha këtij njeriu, nga se ka pas arabët zakon, ka thënë shkurtoje petkun. Shkurtoje petkun. Pastaj i tha, nga se kjo është sebepit. Fe innaha, kjo është prej mendjemallësisë, të njohura tek arabët dhe nuk e don Allahu te bareke ve teala. Pastaj çka i tha? Tha, nëse dikush ta përmend duke çortue një send me të cilën ti ranon, e ti di diçka për atë çka e ranon, mos ja përmend. Shikoj vëllazër, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa in imruun ay yaraka bi shay'in ya'lamuhu fik. Nëse dikush am thave, jepëm testament, që testamentin ma e tash. E testamenti vëllazër shkruhet për ta njëjtën. Apo na këto e kena, këto sahabët që kanë vetë, këto janë për neve testamente. Tha, nëse dikush të përmendën një punë, e kiti në i tmet, edhe të ranon me ta. Tha, edhe ti a dini tmet atina, tha, la tu ajirhu, ti mësja përmend. Kjo vlerë. Pasaj tha, e merë aj gjunahin tanë edhe tmetës tane. Apo, njëni thot, më ka kritiku filani, më ka ofendu filani, edhe unë e ti me ofendue, mëse ofendo dhe zë. E merë edhe gjunahin tanë edhe tmetës tane. A dhe da pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe aj e merë në ngarkesën tane. Pasaj tha, wala tasubbanna shay'a, edhe kur mëse shaj dikan, as diçka. Thot sahabiu Selim ibn Jabir, thot kur s'kam shaj dikan. E ka marrë testamentin dhe e realizuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas traditë që kur t'i jep fetva njerëzve, i ka udhëzuar nga ajo çka është më e mira. Në ditë për ditëve, tregon Ebu Huraira se ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thënë, ja Rasulullah, ka thënë atje e kam si një lloj fshati, ka thënë të largona pi këtu pi Medinës, 3 vet atje të falna. Apo i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo. Ka thënë me nejt këtu është më e khairit, edhe luftë që ka e bani me mu, është më e khairit se sa namazi që ka e ban vet 70 vite. Apo ai ka menduar se shkoj me një katon në rat, jam fshat periferi, edhe mbyllna, fal në namaz, rri vet, andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili përzihet me njerëzit dhe e duron lëndimin e tyre, është më i mirë se ai i cili largohet prej njerëzve duke menduar se po pshton e nuk e duron. Keni pa njerëz thot, po rri vllai shpitej me one, s'po përzina më njerëz se s'u biduroj. Po kjo leto më shelësh, ama del përzihu me njerëz, edhe mos me bë zullum, valla rana me nejt me njerëzi, edhe me të ranu, e me të ofendu, e me të hangër hakin, e me të apru punën të huna, e ti me thënë sabër, Allah, sabër. Apo, ne edhim dhe sot sidomos, njerëzit të abin të huna, ama s'ka lidhje, ne kena mu takuni ditë të Allahu të bare kjo e tjallë. Ata qka i ta pensam? Jo, mos shko. Pastaj e përgëzoj me veprat sot e bajnë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Medinë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur vinte dikush edhe e pyette që të bëjë një vepër, ai e dinte se kisun e ban. E kjo është për përvadikeve tona shumë vëzë. Vinë njerëzit vesin, do ta tregojmë këtë rast tani, nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shpesh vinë njerëzit thotë, duan të bëjnë një punë të madhe. Po s'u ne ban vëllai. Njëri thotë, vjen thotë, o çish më bën mufti. S'mbash vëllai. Si ki, du me shku për hoqë, po duhet me mi pas disa performanca. Ki telefoni o ba me performanca caktume, ki s'fluturon Allah. Du me ba në kërë, po s'bat ki kërë, ki o ba për qëta. Allahu ja si cëllë ja ka shkrujt diçka për mu bahe, edhe s'punë me ndryshue. Një do po kam qef, po sobe me qef kjo punë Allah. Du me po doktor, po s'punë është me po doktor, ka kushte, du me mësue. Shumë, si ka shku shkolla, as fillore, as mesme, thot du me mësu shëriatin Allah, po s'mun është me mësu Allah. O detali madhë kjo, o lësirat maja. Apo, me ta qelë ti njani operacijë me ba, dikan. A thu, let be këj doktori që, si pishti ty të shortu, po prejti qka. O hajde Allah, po e la njerin e mytë Allah. E mytë njerin. Vallaj, i bënkajnë me gjëzirë, në Zadul Maad, në një liber të madhë që e ka shkujt. Vallaj, thot, mi dhanë dikujt fetfa, në emën Zotit. Ash ma e ranë se dikujt mi a qelë barkin edhe me ba operacion ta. Marana, a di pse? Thotë se nëse ti e qelë barkin, pa hak, edhe e banë operim, maksimumi sa është e mytë. Qa që e mytë? A maksimumi i fetfajët zgabu me cila me shku në gjenem. E cila marana dhe zë? Cila marana? Marana me dek e me pështu të Allah. E marana se ka cila me i në gjenem. Sepse ti kur desë shkon dhe Zotë e marë hakin tanë. Ama me shti në gjenem dikush. Apo? A na, shikon njëri mi thonë, qella po të veshit i unë i mantillin, shko të atje të kirurgat edhe qele, se shumë let ishte.
Çish me let Allah? Vallahi ti zguzon haram e ki dikujt mi thon, "Pi, e keni patë na?" Thot pi vëllai se kjo mbani hajr mua. Ti të ka bë hajr punë e vetë doktorit. Pse? Ki bani joni thot, ki neve na bie gripi, na bie ajo tetra smuj. Çka do që në korona, pi çaj vëllai. Vëllai ke në rregull pa u çu bota në kam me çaj nuk shnoset kjo punë, apo? Unë jap shnosh sa herë me çaj. Në rregull vetë ti shnosh me çaj sa herë. Pa ato u çu bota në kam, po ka dalë se e dim çajna, e dim. Po sa të bëu dobi ato dek njëri. Frima ju kanal që thot, ja vëllai, vetë se me çaj kjo punë. Rrein këta. E tash. E shiko, erdhi njëri te pejgamberi sa u kon nomad. Edhe i tha ja Rasulullah, po du me bo hijret. Po du me bo hijret. Çka është hijret? Kanë thonë dietarët, i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë rri larg, po du me ardh me nejt me tyje, por hir të Zotit hijret. Apo i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Uaj hak." Mirë për ty, e kanë transmetuar dietarët kanë thonë edhe, i ka thonë edhe uaj hak si, domthon i lumi ti ama mrena çortimit. Apo mrena çortimit. Ka thonë inna sha'n al-hijrati la shadid. Hijreti jo punë e madhe. Me nejt këtu me mua punë e madhe. Vin njerëzit dojnë me mbra, problema me nejt me mua vëlla. Andaj shka i tha Amr ibn Abbas kur ishte i dop. Tha ja Rasulullah, mu më kipi ngjekësve, numron bi ngjekësve. Jo tha, ma vonë hajde, se i dopt jam tash. E ky ishte tash në Medinë, po ky ishte i dobët. Tash anasjaltas. Ata rish pejgamberi sa mi dobët, tash ky ishte i dobët. Tha ja Rasulullah, po du marr Medinë hijret. Pa mirë për ty, hijreti i Iran. Hijreti i Iran. Pastaj i tha, a ki deve? Se ishte njëri deve. Tha po ja Rasulullah, kam deve. Tha a e jep zekatin e deveve? Tha po ja Rasulullah, e jep zekatin e deveve. Tha a jep diçka kështu dhurata? A jep dikujt me ta përdor devën për nevojat veta? Tha po ja Rasulullah. Tha a kur t'i vene dita e mjeljes në kohën e pirjes së ujit, a e pengon? Arabët kur e kanë çu me pi ujë devën, vëllazër, se do ta kuptojnë. Kur e kanë çu me pi ujë devën, fuqaraat e kanë ditë se devja, mielet, devja është i naçorë, vëllazër. Devja është i naçorë, ka i naç shumë, ka thënë mësam i naç shejtani ka. Shumë i naçorë. Kush ka në Arabi, ka pa, apo ka edhe emocione që mund ta ndjekni. Edhe kur kanë shku me pi ujë, për shkak se ajo është angazhuar me ujin, e kanë miel. E fuqarat e kanë ditë, si dush me mor qumsht, shko kur ti janë tupi devët, merr. Mirë pa, shpesh ara i shefi ka thonë, largoj. E i ka thonë mësam, kur ti jetë të dhanë ti ujë devës, a i pengon fuqarat? Ka thonë, jo, ja Rasulullah, si pengoj? Atër i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fa'mal min wara'il bihar, shko te katunijot, edhe puno qështu, sepse Allahu xhelala nuk ta ha hakin vepër. S'munësh me bë këtë punë që jetu lip për ta. Shikoj për mësap, kanë thënë dietarët, i ja jep të përgjigjen duke e kontrolluar hallin e tina. Kjo vëzhgjon shumë rëndësi për neve. Shpesh har vjen njëri e vet hoxha, përmendëm. Edhe hoxha thotë s'munësh ti me bë këtë punë. Nuk mundesh me bë këtë punë. Fale farzin, fale sunetin edhe çka çekiti. Qyre familjen tane. Jo unë du me ndrejt këtë botën. Po s'munësh më vëlla. A tjetër shkon, thotë hoxha, a ti baj demand filan hoxhës. Se unë Muhammed se s'di me lezu Kur'an vallahi. Vallahi me të dhani hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, marrohesh para këtë botës. O do të më thall marr episodi xhelel xhelalu. Ti s'di me lezu Kur'anin, s'di me lezu hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk e marr me gjuhën arabe, sunjanis kërka. Apo kur të lexosh turp, lexon njerzit Abdul Malik ibn Marwani. Abdul Malik ibn Marwani u kon njëri prej halifëve të muslimanëve, nga familja Muawiyes. Ki para se më bëu halifë u kon hoxh. Hoxh u kon alim, e ka njoh gjuhën arabe. Edhe u ka thin shumë, ju kanë zbar flokë, ju kanë zbar mjekra. Edhe një ditë për ditëve e kanë vetë, o pris i muslimanëve, u kon në Damask, në Sirinë e sotshme. Ka thonë, pse be je thin që ka të shumë? Ty sultani jeve. Nëse në sultani, rri hazër i ka ketë. Qëka i ka thonë? Ke u kon hoqë me harët. Ka thonë, o më thini të këshirë me folë me gramatikë. Apo? Se hoxalarë zakon e kanë. Kush pëson për shëria? Apo? E kanë zakon. Gjëjën e parë që të jep testament, hoxha, djetarë, në botën arabe. Thot, gjuhën arabe përsose, për ndryshe leket më abet, ketë. Ka qenë një djetari madhë, ka qenë i Egjiptit Mahmud Shakir,
edhe vllai i tij Ahmed Shakir, muftia i muslimanëve të Egjiptit në kohën e vet, edhe vllai vet Mahmud Shakir. Ahmedi u kanë mufti në fe, e Mahmudi u kanë mufti në gjumë. Edhe ka ardhur një nxënës pi Hijazit, pi Saudie. Edhe kanë bërë muhabet. Edhe ke ka dosh gjuhën. Edhe ka ditë që kjo ustadhi nuk ka këto vite, vëllazër, kush për normal, ndoshta avami nuk i bën këtë dobi, xhamati thjesht, por se nxënësave dihet për ta kuptojmë sa e ran feja, vëllazër. Edhe ka ardhur një hoxh edhe e vet, thot o hoxh për Mahmudin. Thot du ta mësoj gjuhën arabe. Ka thonë çka më preferon me mësu, cilën libër ta mësoj? Ka thonë merr Lisanul Arab, Ibn al-Manzur. Libri më i madh në gjuhën arabe është një hoxhës që vjen pika India. Allahu xhelali se diku e çon për recetin. E ka emrin Ibn al-Manzur, e ka shkruajt këtë fjalorin e gjuhës arabe. Apo ka thonë merr lexoj një 20 herë. Merr lexoj një herë. Ka thonë hoxh këtë me lexua? Po ka thonë këtë. Ka thonë ja, s'mund të lexoj këtë. Ka thonë Allah, unë ka thonë 20 herë kum lexu, ala se di mirë këtë punë. Ka thonë, pastaj ka thonë Mahmudi rahimahullah, ka thonë atar leje këtë punë. Shko ka thonë punën tani zanat. Pse bën Allah, pse jeni punën që s'mundesh me e baj? Be mamut ta baj, be mamut shkruaj, be mamut i tham, po dush me pas autoritet pak, dush me njoft një punë. Apo a mund të çon ti këtë punë ndër te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? A mund të komenton fjalinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? A e di se si zbardhet ligjërata kuranore? Jo. Si më andaj çka i tha mësam? Inna sha'na al-hijrati la shadid. Hijretja i madh, hijretja i Iran, fetfaja e Iran. Me dhon për Allahu ja fetfa është e Iran. Ka me të morë Allahu llogariti. Pse be thave halal? Por digje tash. Pse be thave haram? Por digje tash. E Allahu të ka shkarkuar. Çish mundesh më shkarku? Hoxha tha. U kri, bëre hoxha këtu. Apo andaj Abu Huraira kur e kallzonte hadithin e hoxhës, që hoxha hi i parë në xhenem i binte të fikt. Apo të kthjelte. I parë që ka në xhenem i binte të fikt. Edhe u kthjelte. Thot Ibn Hajar Asqalani i binte të fikt se vetë kon hoxh. Apo Allah na përmirësoj të gjithë ya Rabbul Alamin. Andaj mos e merrni diçka që s'ka mundsi. Çka i ta bëjmë sa këtij njeriu? S'mundesh tha. Nuk mundesh. Po vepër e madhe. A vëzër hijreti disa i madh është? Hijreti është çast i madh, saqë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë sahabë që kanë bërë hijret, ja u kanë ndaluar me shkuën në Mekë në shtëpi vet. Ka thonë mos shko më te shtëpia. Edhe këta ka bërë vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E ka lënë Mekën, ka ardhur në Medinë, edhe ka dek në Medinë, se hijreti i madh, hijreti i Iran. Andaj ta këtë njeriu, jo, tha nuk ka për ti hijret, po shko bane këtë punë që ja përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëzër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas traditë që kur ka vetë dikush e nat vetje, nat pyetje ka pas rëndes. Pejgamberi i ka derisa ka insistuar dikush. Tregon Abu Huraira thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë hutbën në haxhin Lam Tumirës, edhe i ka thënë: "O ju njerëz, Allahu ja ka bëu juve haxhin farz, bëni haxhin." Edhe ka ardhur një njeri i ka thënë: "Ja Rasulullah, a çdo vit ka shujt?" Ai po s'dit. A çdo vit e kena farza? Ka shujt. Ta dënari ka thënë: "Ja Rasulullah, a çdo vit e kena haxhin farza?" Thot Ibn Hajar Asqalani: "E shujt mja çka i bie?" Ai po t'nin, s'po do më të përgjigj. Shuj. E shujt mja rahmet. E shujt mja rahmet. Kur e ka thënë 3 herë, i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Sikur të thoja po, do të ishte farz, e po të ishte farz, s'do ta bënit." Shiko? Sikur të thoja po, me tham po. E hajde tash vëzër, para me me pas thonë po. E tash si vjet rreth 5000 euro haxhi. Apo e më kon farz vëzër, por çdo vit, njëri do mi pas 5000 euro, a 5000 euro për çdo vit a? Po sa është ana? Apo e në të kaluarën, ranu kon me shku haxh, pi larg me deve, me gomar, me kuaj. Andaj pejgamberi sa me ka pas tradicion nëse ka vet dikush ka s'dut me vet, e ka drejtuar ajo çka është e sakta. Andaj ka thënë pejgamberi sa në vazhdim: "Lemni derisa t'ju laune." Shka farzun e vet ju kallzoj. Mos tujti a o farz për herë, a o që kjo farz. Unë e farzin të kallzoj vet. Unë e farzin. Na filet kallzoj e kumo për farz. Ka thonë: "Lemni mos derisa t'ju laune." Sepse popujt para juve janë shkatruar duke i pyetur pejgambert e tyre shumë. Çka janë shkatruar vëzë? Tu vetë shumë, qysh, e tek, e tu vetë detale. Mos vetë detale se ranohesh. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Atë çka ju ka murdhnuar, bëni sa të keni mundësi." Bëni sa të keni mundësi. E atë çka ju ka ndaluar, lene.
le ketë. Pse? Sepse zinën e le. Nuk thotë njëri për shembull thotë leje zinon sa të kish mundsi. Ja. Leje ketë do. Zina e lihet ketë. A namazin fale sa të kish mundsi. Në kam, ult, shtrinjt, çish kish mundsi. Fal nafile, sa të kish mundsi. Apo a ndalesën leje krejt. Andaj e kishte të urrejtur pejgamberi sa që të pyetej për gjërat të cilat eranon xhamatin e muslimanëve dhe ata që janë prej muslimanëve. Gjithashtu pejgamberi sa selam e urrente që të pyetej për diçka e cila s'ka dobi. Për shembull arabt kanë vetë yeselunaka anil ahilla. E kanë vetë pejgamberi pse hana nisë vogël e bëhet e madhe. E keni pa hana vëzë? Nëse na xhurojnë me ta. Hana nis e vogël, nuk shifën, por sta pastaj ka polemika u pa. Apo. E pastaj rritet, bëhet e plot, pastaj kthehet edhe prap zvoglohet. Prap nis, prap njëjtë. Arab kanë thonë, pse bëhet kështu? Apo ku është ajo? Nuk kanë vetë ç'ish duhet. E Allahu xhela ka zbrit në Kur'an, yeselunaka anil ahilla, qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Të pyesin ti për hanën, pse nis e vogël e bëhet e madhe? Çfarë duhet ti? Çat mandobi kjo. Apo, kjo shikon me vetë për shembull, pse njëri ka zemrën që shkon ç'ket formë. Pse ka mëlçinë çështu. Jo valla vetë ç'është me apo dobinë, ç'është ka kriju Allahu xhelalu ala. E Allahu ka thënë, thuju, kjo është për vaktin e njerëzve me ditë kur hi Ramazani, kur hi haxhi, kur është ideti. Këto i bën ana me nëpërmjet hanës dhe lëvizjes së hanës. Andaj pejgamberi e kishte të urrëtur që të pyetej për diçka, çka nuk e din. Në ditë për ditë vend dikush e pyet diçka, e pyet sa sikur nuk don më e veç ashtu. Apo edhe e nervozojnë. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vetni çka doni. Çka doni vetni, o më nervozohet. Edhe vjen njëri thot ja Rasulullah, cili është baba jam? Thot baba jota filani. Vjen tjetri. Thot cili është baba jam? Thot baba jota filani. Dhe fillojnë me vetë si pyetje, këto që kanë jo për qytetarëve. Edhe nervozohet shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe ndrohet fytyra. Derisa bin sahabët ngoj, i mlojnë fytyrat me ato mbulesa që i kanë pas dhe kanë filluar me çaj. Se e kanë nervozuar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me pyetjet kota. Atëra ulet ndygjoj Omer Khattabi dhe i thot ja Rasulullah, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alajhi wasallam nabiyya. Thot ja Rasulullah, jemi të kënaqur me Allahun Zot dhe me Islamin fe dhe me Muhammedin të dërguar sallallahu alaihi wasallam. Se kanë vetran. E kanë vetran. E pensam e urrente që të pyetej për diçka e cila e ranonte. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vetej ndonjëherë ndonjë pyetje e shifte se ky mos sa të ditë çeta, ky se di edhe këtë tjetrën, ja jepte pa e vet përgjigjen e tjetrës. Tregon Ebu Huraira se një njeri i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, po na bën neve me ec ndeti. E kur po vjen vakti namazit, na po kena pak ujë. Tash a me pi, a me mor abdes, uji pak. Apo atëherë ka thonë, çka puna ujit detit? Me mor abdes pitina? I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatu. Ka thonë, ket uji i detit o i pastër. Ket uji i detit është i pastër, ka thonë edhe ato ket që janë ndeti, që hahen prej peshqive, ket janë halal. Domthon, çka ka ndeti është halal. Dietar kanë thonë, ky se ka pyet për peshkun. As për kur gjashtë se ka pyet ndeti. Ka thonë mirë, po dietar ka thonë, masi ky se ka ditë që uji i pastër, me mor abdes, me rujt ujin për me pi, ka thonë sigurisht se di. E ka qenë prej rahmetit Allahu xhelalu që ka shu pejgamberi, ka thonë edhe peshkit këtë halal e keni. Peshki e keni pa, tash o bo kjo puna halal haram pak e shtrënguar te disa njerëz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është lejuar që me hangër mishin e muslimanit, krishterët edhe jehudive. E disa njerëz nga shtrëngimi i madh, ky shtrëngim ju ka mri edhe jo muslimanëve. E kanë shkuar edhe në konzervat peshkit dhe kanë shkuar halal. Po nuk shkuat në konzervat peshkit halal, sa jo stherat Allah. Nuk shkuat apo ujin aty halal. Çfarë më shon halal ajo? Uja. Mi bon nga shtrëngimi i madh. Disa njerëz shtrëngojnë shumë këtë punë apo. A mishi halal, azan halal. E këta këshiri sa këshir. Krishteri, ka një njeri ka thonë Ameshit, tabinit madh muslimanëve. Ka thonë pi krishterëve mishi ahat. Ka thonë po Allahu xhelalu ala ka lejuar. Sura Maide, Allahu xhelalu wa ta'amu alladhina utul kitaba halul lakum. Dhe mishi atyre që janë jehudi dhe krishterë keni halal ju. Ka thonë po ata e presin ndonjëherë për put. Ka thonë Allah ja se ka ditë ta.
kur e ka leju mishin e Krishterët. Se ka ditë çta? Andaj dietar kanë thënë, Allahu kur e ka leju mishin e Krishterët, a e ka ditë se janë pagan? Po. Jehudita janë pagan? Po. Se e ka leju mos më angushtu muslimanëve. Ka hamishti. Shiko, tregu sot botror i krishterëve. Para më nëmë pas ndalu Allahu, s'ka me blej me tyre, s'ka me shit për tyre, s'ka me hangër bukën e tyre, s'ka me hangër mishin e tyre. O shkatrohen musliman. Elhamdulillah, Allah e ka bo halal. E ka bo halal. Andaj pejgamberi sa kur e pashi kismedi këta, tha, çfarë ta ka zënë si ta. Gjithashtu pejgamberi sa selam kur pyetej për diçka, që ja merr te mendja se njeriu e ka keq kuptuar, ja drejton te keq kuptimin, edhe ja ka zonë edhe një meselë tjetër. Në ditë për ditëve tregon Abdullah ibn Mesudi se pensam ishte më të hutbe. Edhe tha, nuk hin xhennet ai i cili në zemrën e tij ka sa kokra e elbit me ndjemallsi. Allahu na pasoj zemrat tona për ndjemallsi që Rabbul Alamin. Kryenetsi, madh me të madh, kush jam unë? Edhe një njeri i shkon i vesh të mirë. E i parfumos, i ka vesh pantallonat e mira kështu më radh. Edhe ky e ka marrë këtë ders për mi veti. I po disa po thonë, o gjo mekanikije. Apo? Nuk ban kështu Allah. Hoxha ka me ketë, ta dish. Pit vetës derdhi me ketë. Ja, e kiti me dikan, vallahi se ka me kërkan hoxha. Siç se ka hadithi me kërkan, se ka as hoxha me kërkan. E nëse ka doni hoxha me dikan, ti shko vet ata çka ka me dikan. Hoxha mbaz, hoxha institucioni hoxha se ka me kërkan, me krejt e ka. Si cili ka përfshihet në hadith. Edhe ky sikur rënanu. Tha ja Rasulullah, ka çef njerive më vesh mirë. Don, a hi unë që këta di, tha, hisin gjenetuna, a jam pi kibrita. E i tha për janë sam, inna Allahe gjemilun, ju hibbul gjemal, Allahu i bukur, e do të bukur, Allah e emrin e ka të bukur. Këtë që këtë bukurik dhe zërë, shka e shetë ti në dunja, këtë pi bukurisë Allahit. Apo, qka të ka të bukur këtë dunja dhe zërë, prej ftyrave, prej bukurive natyrore, apo, këtë janë gjurë nga bukuria e Zotit. Jusufin dhe zërë, a.s. Pejgamberin e Zotit. Pejgamberin e Zotit. Kër ja kanë zera jo e gruja e faraonit, princit, që e kanë akuzu se ti pedoj Jusufin, i kam ledha jo ati në palat, ju kanë zerë perime për para, edhe ju ka thonë thikat mprehta. Apo, edhe tamam ju ka thonë merni, konsumonu. Apo, edhe i ka thonë, i kanë pas dyrë, apo, nuk i ka thonë Jusufit hin, po i ka thonë dil. Fakhruj alejhinne. Po, veç hin edhe dil miniherë. Veç kalo. Apo veç kalo. Ata të e këshirë, ti prej mollat, i kam prej, dur të veta. Sikur që plot, të e këshirë kërën e vetë, copa bëhat. Dhe shiro Gjafar Keri, ta vafi ban. Shirja thot, shirja gumat. Guma, Allah. Guma, nuk zbanë tjera ato. Guma po vizloj, po dhe të vizloj. Apo, ruje zemrën. Kur ka përsi Jusufi, thot i bën Qaim el-Juzeyy, nëse që kjo që e ka kriju Zoti, i kriju ma, sa kanu ka dal, sa është i bukur Allahu. Andaj njerëzit, kur dalin akhirat, edhe të hinë gjennet, Allah në bo fri gjennet live, edhe e shofin Zotin, mës më kanë që Allah, ka thonë për jënë e kish bo kader mës me dek, kishin dek kejt. Qiko? Ka thonë për jënë kur ta shofin njerëz Zotin, gjellë, që e ka kriju, këtë që këtë dunjo, që ka në të bëtë sopa për atë dunjo. Kur ti fut Allahu në xhenet, legjë xhenetin, e shohin atë që ka kriju këtë botën. Thotë për mësa, mu kanë që Allah se ka bo kader, këto me dek, këtë kishin dek. Andaj kur i ka thonë Musa e selam, o Zot, po du me të pa. Ka thonë, s'munësh me më pa. I dopt jetash, dunja i dopt. Ka thonë, më këshirë, unë kam jashlu pak një dritë që caj kodre, si të rrije kodra ti më shë. Ja ka shlu pak Allah, falemma të gjella, lil gjebeli, veç pak dritë ja ka shlu Allah kodrës, e ka shem kodrën, e ka ra i alivanos Musaj. S'munësh me pa këtë dunja. Andaj i tha për nga nësam, Allah i bukur, e donë të bukur, a e ka kriju të bukurën. E pastaj shikosh ka i tha, kibri shka jena të folë na, është dika tjetër. Tha, kibri është me e refuzu të vërtetën dhe me e shkel njerin. Që kjo kibër? Ti pse e vesh mirë, nëse e do të vërtetën, edhe nuk i shkel njerëzit, nuk ka problem. Ama mu vesh mirë, e mi shkel njerëzit, e me refuzu të vërtetën, jo. Se kush jam une, jo. Dhe ke dalë di emisione, që ta kanë pagujt për di emisione në televizion, tash me mohu fejnë Allahu Gjellewala, jo, s'ka mundësi. Ndërsa mu vesh mirë, nuk ka problem. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas traditë që kur ka ardhur dikush me vet, e ka stërhollu pyetjen. Nëse ka qenë pyetja e ranume. Sikur që ka ndodhur
Nu'man ibn Bashirit, kur ka ardhur baba vet, ka thënë ja Rasulullah, që ti xhalitem po du më jallën do pare. Dëshmi pitije po ja jap. Do tok. I ka thënë Sam, a ki e vlat tjerë? Po. A i t'ja dhon këtë njësoj? Jo. Se në shkrujnë ata. Kjo çka argumenton vëllezër? Se pejgamberi sa më ka pas tradit, këtu ka shumë vëllezër, për tani nuk e kemi mundësinë edhe kohën. Pejgamberi sa e ka pas tradit, dhe kjo vlen edhe për hoxhën, dhe për dietarë, për se diçka pyet. Apo vetë për shembull diçka, nto ka shumë detale. Pa i ditë këtë detalet, për shembull keni sot, te u bi shembull. A është halal këto parët valutat e reja? Bitcoin. Apo, aty ka shumë detale. Për shembull na zakonisht e japim xhevabin, apo pastaj dikush kanë kesh përdor. Hoxha tha halal, tha haram. As halal as haram. So sa nirina nuk e dina. Ti i thu me kushte, nëse çështu, a halal. Ai këto çështu sinin, halal tha. Jo valla, ngal. Si ti çështu, si ti. Nëse e plotson këtë kusht. Po ti thave halal. A plotsohet kushti valla? Po njëri tha, merr studioje. Unë se studioje Bitcoinin valla. Se kom studiu Bitcoinin. Unë kom shkuar në Arabi me studiu fenë Zotit Xhelal. Ti studioje Bitcoinin. Nëse do me studiu apo. E nëse i plotson kushtet, ataj çka tha Sam, a ki që të revlat? Po. A i ke dhënë soi? Jo. Sa do pranoj këtë dëshmi. Nuk i dëshmojmë për zullum. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas traditë që kur ka vet dikush edhe në gjatë pyetjes o kon, domthon, pyetja o kon për miniher me realizu diçka, për mësa me kanë nxit pyetsin që ta realizon veprën. Ka një njeri që ka treguar Ibn Abasi, e ka kon për mësa do mojt hutbe. Edhe i ka thënë, e kanë dëgjuar për mësa duke thënë, gruaja nuk ban me bë udh pa mahrem. La tusafiru al-mar'atu illa ma'a dhi mahremin. Ka thënë pejgamberi sa gruaja s'ban me mor udhë pa mahrem. Këto vëzë s'ban me mor udhë, kanën kupton me mor larg me shku, një ditë e një natë. Se shpesh e këtë kuptojnë. Gruaja lejohet në qytetit me ecë vet. Gruaja vet pa mahrem lejohet në qytetit me ecë vet. Do në shkupin me ecë këtë vet. Ban me shku edhe deri në Gostivar vet. Ban me shku edhe deri ma larg vet. Sa është ajo që ndalohet një natë e një ditë. Nëse njëri do të shkojë për shembull deri në Gjermani, s'ban vet. Do me bosti mahrem. A do të bëjmë gruaja s'ban me bë udhë vet. E njëri i tha ja Rasulullah. Tha gruaja ime u nis për haxh. Gruaja ime u nis për haxh vet pa mahrem. Çka i tha pejgamberi? A ky është bë hazër me dal luftë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Çka i tha pejgamberi? Intaliq fa hujja ma imraatik. Hat zana gruajen mos e lë me bë haxh vet. Ka thonë dietarët e ka rrok pyetsin në vaktin e meselës. Ai ka thonë ja Rasulullah, po gruaja ime ka shku vet në haxh, ka thonë shko zana më shpejt. Mos ta bëj haxhin vet, nga se ka marr rrugë të gjatë vet. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas traditë që kur u pyet për diçka, edhe ka qenë domthon ajo pyetja për se është bë laraman. Ka shumë lloje pi asajna. Atëherë për shemb, është përgjigj me përgjigje të përgjithshme. Sigur për shembull, pyesin sot njerëz për shembull, a lejohet me shit ta zojmë, ku i di, kompjutera, telefona, vetura, lloje ndryshme që kanë dalë gjërave. Çka themi ne vëzë? Ne e kemi mësuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ne përjashtojmë haramin, këto tjerat janë halal. Kështu është xhevabi. Tregon Ebu Musa al-Ash'ariu, thot, na ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Yemen. Mua dhe Muadhin, kur kemi shkuar atje, i kemi gjetë do pije, as raki, po edhe raki të përzime, të marrume për lloje ndryshme, ama dehin. Edhe ka dalë dhe i kanë thonë, ja Rasulullah, atje ku na ke quti, e kanë do pije, njëna quhet mizër, bëhet prej drithrave, prej elbit. Një tjetër i thonë bid'a, bëhet prej mjaltës. A janë të lejuar këtë ja Rasulullah? E tash për nësam, mos mjani tash, njëna e ka mizër, njëna e ka bid'a, njëna e ka Skenderbeg. Jo. Çka i tha mësam? Kullu muskirin haram. Kullu muskirin haram. Gjdo pije shka de a haram. Qish du shti të loje? Apo? A e qunë pije verës, a e qunë verë. E kishë bora kia në Shqipi thujna? Verë. Kjo ma pak për me lecu këtë punë. Sigur i thura ki, alkohol, verë dho, pije freskuse. Ka thonë Muhammedi s.a.s. Imam Bukhariu, ummeti jem,
nuk bëhet kiameti pa e rrok umetin tem me i ndru emnat. I thot asaj që ka amoralitet dashnore. Jo dashnore, zina e ka emrin ajo. Shoh që thotë kena, njoftim, ajo haram. Apo person ka thonë prej emrave që kanë mindru rakijës. Sikur që shoh na sot, pije freskuse. Apo e pim nga një gotë. Çdo thonë, nga Shqipëria përdorin shumë, nga një gotë. Nga një gotë çka një gotë, çka konta gotë? Raki. Mundon edhe derrin me zbut, nuk zbutet ai. Apo njëri pyeti tha, o gjo derri në rregull ha prej mbeturinave. Pa ai fosh një derrit ai i vogli. Apo dhe me ke zuna o gjengusht. Po i vogli ka dal pi asaj barki që ka hangër i madhi. Dhe më edhe ki i vogli o derë. Apo adhe qka i tha pejgamberi sasem, tha gjdo gjë shako dehjen ta o haram. Pi mjaltit, pi dardhës, pi mollës. Nga sa arab të kanë bëha rakirin veç pi rushit. Dërso po për tjere kanë bëha edhe prej gjërave të tjera. Vëzër kemi edhe shumë fetfaje nga pejgamberi sasem, por se koha na ka mbarue. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberi sasem. Gjithashtu pejgamberi sa me ka pas tradit që njerëzve kur ti ju ka dhënë gjevap, edhe pastaj pas i ka kalue, e ka vetë diçka, i ka thënë se nëse i përmbahet kësajna hin xhennet. Por që kur ka ardhur njëri i ka thënë ja Rasulullah, unë e fali veç farzin, e agjeroj veç Ramazanin, nuk e baj haram dhe kur gjatë tjetër nuk baj. Edhe mëson i ka thënë, a hin xhennet? Ka thënë po, hin xhennet. Masi ka shkuë, ka thënë si ta moje fjalën hin xhennet. Ki ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me kaç po e përfundoj në lutje Allahun te bareke ve teala, që Allahu xherat na mundson që të ndjekna hapet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në dhënien e fetvave. E lutje Allahun te bareke ve teala që Zoti onjë xhelalu, ku ja kemi qelluar, Allahu na shpërblen, ku që kemi gabuar, Allahu na fal. E lutje Allahun te bareke ve teala që Zoti onjë xhelalu, Ramazanin ton Allahu ta ban qabul. Ditët e agjeruara Allahu t'i ban qabul, teravit tona, namazet tona. E lutem Allahun që Allahu na mundson me emrin natën e Qadrit, duke e lut Allahun te bareke ve teala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.